إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë Allahut. Atë falënderojmë, I kërkojmë ndihmën Allahut të na ruajë nga e keqja e vetvetes sonë dhe punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb. E atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç Tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashok. Dhe dëshmojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Allahu thot në Kur'an: O ju që keni besuar, jeni të devotshëm ndaj Allahut me një devotshmëri të vërtetë, e mos disni vetëm si musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, I cili u krijoi nga një palë vetme, pastaj krijoi prej saj palën tjetër, e nga këta të dy më vonë erdhën shumë burra edhe gra. Keni frikë Zotin tuaj me emrin e të cilit bëni be, dhe ruajeni fare fisin, se Allahu është mbi ju mbikëqyrës. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta, që Allah t'ua rregullojë punët tua, t'ua falë gjunahet, gabimet tuaja. Kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Allahut, ka fituar me një fitore mjaft të madhe. Në këtë dynja, në këtë tokë, në këtë jetë që na ka sjellë Allahu Azza wa Jall, krijuesi jon, sunduesi I plotfuqishëm, na ka sjellë me qëllim të madh, që ne ta adhurojmë atë, që ne ta besojmë, ta dëgjojmë fjalën e Tij, ti bindemi atij, ti nënshtrohemi atij. Pra ti jemi rob të nënshtruar ndaj Zotit ton, ndaj Allahut, që është më meritori. Prandaj, për ta përforcuar këtë, kemi zgjedhur në këtë ditë xumaje të hutbë me titull Çdo gjë I nënshtrohet Allahut të Madhërisëm. Besimtar të Allahut duhet jemi të devotshëm dhe të sinqert, sepse ata që janë të tillë do të ngrihen në grada të larta prej Zotit në këtë jetë dhe do të kenë përfundim të bukur dhe të kënaqshëm në jetën tjetër. Besimtar musliman duhet të dimë se Allahu I Madhërisëm, Zoti jon, posedon atributet më të bukura e më të përkryera. Ai është I pastër nga çdo emet dhe mangësi. Ai kur nuk ka nevojë për krijesat e Tij, ndërsa krijesat e Tij kanë shumë nevojë për të. Allahu thot në librin e Tij: In takfuru antum
wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Nëse mohoni ju dhe gjithë ata që janë në tokë, dijeni se Allahu është vërtet i panevojshëm dhe ai është plot lavdi. Allahu është më i larti madhështori. Çdo gjë i nënshtrohet atij dhe çdo gjë i dorëzohet atij me dëshirë ose me pahir. Besimtarët janë dorëzuar atij Allahut me trup e me zemër, ndërsa jo besimtari s'ka dyshim që do t'i nënshtrohet atij me pahir. Allahu i lavdëruar thot: "Walahu aslama man fi s-samawati wal ardi taw'an aw karhan wa ilayhi yurja'un." Atij i përulen të gjithë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, me hir a me pahir, dhe tek ai do të kthehen që të gjithë. Tërë krijesat i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall. Çdo gjë në qiell dhe në tokë i falet Allahut. Të gjitha krijesat e adhurojnë Allahun në atë mënyrë që përshtatet me rrethanat dhe gjendjen e tyre. Prandaj Zoti ynë thot: "Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fi s-samawati wal ard wat-tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbiha." A nuk e vëren ti se Allahun e lavdëron çdo krijesë që ndodhet në qiell dhe në tokë, madje edhe shpezët krahë hapur. Çdo kush e di se si t'i falet e ta lavdëroj. Me lajket e Allahut, engjëjt e Allahut, për çdo ditë vizitojnë shtëpinë e shenjtë në qiell, Beitul Ma'mur, e bëjnë ibadet në të. Në tregimin e Isras dhe të Mirajit, i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Unë vështrova lart dhe pash Beitul Ma'mur dhe pyeta Xhibrilin alayhi salam. Dhe ai më tha: kjo është Beitul Ma'mur, shtëpia e shenjtë." Pra që është mbi qiell, mbi Qabën e bekuar. Në të falen çdo ditë 70.000 melajke, të cilët kur dalin prej saj nuk do të kthehen kurrë derisa të jetë jeta. Pra çdo ditë 70.000 melajke i falen Allahut. Çdo qenie i bën sejdë Allahut, e nënshtruar dhe e përulur. Allahu thot: "Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fi s-samawati wa man fi l-ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun min an-nas." A nuk e sheh ti se në të vërtetë Allahu t'i përulen në sejdë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët dhe shumë nga njerëzit, pra muslimanat. Dietari Islam Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, ka thënë: duhet të kuptojmë se këtu nuk është e kërkueshme që çdo gjë të bëj sejdë ashtu siç bën njeriu. Me lajket dhe kafshët bie në sejdë nga frika që kanë ndaj Allahut, dhe Allahu thot: "Walillahi yasjudu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard min dabba wal malaika wa hum la yastakbirun." Allahu t'i përulen në sejdë çdo gjallëes në qiell dhe në tokë, edhe engjëjt, të cilët nuk janë krye lart. Ata i friksohen Zotit të tyre lart mbi të dhe bëjnë atë që urdhërohet. Dielli për çdo ditë shkon në narsh për të rënë në sejdë Allahut, Zotit ton. Një ditë, ndërkohë që dielli ishte në të perënduar, i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha një prej shokëve të tij, Abu Dharr: "A e di se ku shkon?" Ai tha:
Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Ai shkon derisa të bëjë sejdë në Arsh. Një nga dietarët e Islamit ka thënë, nuk ka asnjë pengesë që Allahu i plot fuqishëm ti mundsoj çdo gjallëse, çdo sendi që të bëjë sejdë. E jo vetëm kaq, por çdo gjë që bën hije në këtë univers i bën sejdë Allahut. Allahu thot besimtar: "Awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujadan lillah wa hum dakhirun." A nuk vëren ata se si të gjitha ato që i ka krijuar Allahu, pa krijesat, hija e tyre anon djathtas e majtas, duke ju falur Allahut dhe duke u përulur. Për gjitha këto krijesa që falen e që bëjnë sejdë për Allahun, po ashtu përmendin atë me madhërim e me falëndrim. Thot Zoti ynë: "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna." Atë e madhërojnë 7 qiej, toka dhe gjithë shka gjendet në to. Bubullimat përmendin Allahun me frikë e me madhërim. Milingona e madhëron Allahun dhe nuk pranon që Allahu të ketë shok të ngjashëm, ortak apo rival. I dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam na tregon se si një milingon pickoi një profet prej profetëve të Allahut. Dhe ai dha urdhër që të digjej e tërë kolonia e milingonave. Dhe ata e dogjën. Pastaj Allahu i shpalli këtij profeti këto fjalë: "Për shkak se të pickoi një milingon, dogje një popull, pra një koloni, prej atyre që bëjnë tesbih Allahut, pra që lartësojnë Allahun." Këtë hadith pra e ka shënuar 2 imamet e mëdhenj të hadithit, Imam Muslim dhe Imam El-Bukhari. Edhe bimet madhurojnë Allahun. Dietari Islami Ibn Al-Qayyim, Allahu më shërof, ka thënë: "I lartë është Allahu, Zoti i botëve, i cili çdo gjethe që bie dhe çdo filis që mbin, asnjë lule nuk çel dot e asnjë gjethe nuk bie pa lejen e tij. Këto bimë të shumë llojshme, filizat të drejtë, degë të ndërthura, ngjyra të bukura, fruta të ndryshme, e gjithë bukuria bimore është e angazhuar me përmendjen e Allahut, me përmendjen e Allahut ton të madhërisëm. Po ta hetonte njeriu këtë vepër të kësaj bukurie, do ta vështronte ato ndryshe. Këtë krijim të mrekullueshëm njerëzit do ta sodisnin me tjetër sy dhe do të bindeshin se e tërë bimësia është e krijuar për një qëllim madhor. Shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam teksa qëndronin me të dëgjonin se si ushqimi përmendte me madhërim Allahun. Ibn Mesudi, një nga shokët e tij, ka thënë: "Ne dëgjonin madhërimin e ushqimit ndërkohë që ai haje." Pra thoshin: "Subhana rabbiyal azim." Madhëronin Allahun azza wa jall, pra edhe ushqimin. Çdo grinç në këtë univers, në këtë krijim, adhuron Allahun një të vetëm. Prandaj thot Allahu: "Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi." Dhe nuk ka asgjë që nuk e madhëron atë Allahun duke e lavdëruar. Por ju njerëz nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata. Ibn Kathir, Allahu më shërof, ka thënë: "Ky madhërim është i përgjithshëm, përfshin gjallësat, sendet dhe bimet. Në realitetin e këtij madhërimi dhe realitetin e këtij madhërimi e din vetëm Allahu. Prandaj thot: po ju njerëz nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata." Allahun e madhërojnë edhe gurët. Ata rokullisen prej së larti me frikë ndaj Allahut, të përullur e të nënshtruar për të. Allahu thot: "Me të vërtet ka gur nga të cilët burojnë lumenj, ka të tillë që qahen e nga të cilët rrjedh ujë, madje ka edhe syresh pra të tillë që rrëzohen nga frika e Allahut." Pra edhe gurët.
Qielli dhe toka i bindën Allahut dhe zbatojnë urdhrat e tij. Allahu thot: "Qalata atayna thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan fa qala laha wa lil ardi atiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in." Në të vërtetë, pastaj ai u kthye qiellit që ishte në gjendje mjergullie, e i tha atij dhe tokës: "E janë të dy me hir, a me pahir?" Ata u përgjigjen: "Erdhën me gjithë dëshirë e të bindur." Qiellit, tokës dhe maleve ju paraqit amaneti, detyrimet fetare për të cilat shpërblehesh ose ndërshkohesh. Mirë, po ato e refuzuan këtë amanet, jo për ta kundërshtuar Allahun, por se kishin frikë ndërshkimin e tij dhe kishin frikë se nuk do ta mbanin dot këtë amanet. Sende të cilat e duan profetin Muhammed dhe përshëndesin atë në këtë botë. I dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Në Mekë u ndi një gur, i cili më përshëndeste me selam përpara se të më vinte profecia. Unë e di dhe tani se ku ndodhet ai gur." Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Trungu i palmës, pranë të cilit mbante fjalimet e ditës së Xhumat apo fjalimet e tjera i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam, nisi të vajtoj e të qaj, pasi në vend të tij i dërguari Allahut do t'i mbante fjalimit në një mimber. Jabir ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se tavani i xhamisë së profetit Muhammed mbahin mbi trungje palmash. I dërguari Allahut kur mbante fjalimin, qëndronte në këmbë pranë një prej këtyre trungjeve. Një ditë të dërguarit Allahut i përgatitën një mimber, dhe ai e la trungun e palmës dhe nisi të mbaj fjalimet e tij mbi këtë mimber. Ne dëgjuam trungun të nxirrte zë, siç bëjnë devet e mbarsura, derisa shkoi i dërguari Allahut, e vendosi dorën sipër e pra e ledhatoi dhe e qetësoi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj ky trung hesht. E transmeton Imam el-Bukhari. Një nga dietarët e Islamit, Hasan el-Basri, Allahu më shëroft, thot, pra kur flet për këtë hadith, thot: "Dëgjoni o musliman, një dru vajton nga malli i takimit me të dërguarin e Allahut. A ju duhet jeni akoma më të përmalluar për të dërguarin se druri që përmendëm në këtë hadith." Dashuria e vërtet për profetin Muhammed alayhi salatu wasalam demonstrohet me ndjekjen pasimin e rrugës së tij. Shkëmbi lëviz ku mbi të ngjitet i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe disa nga shokët e tij. Tregon Ebu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte ngjitur mbi një shkëmb në shkretir, me të ishte Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Talha, Zuberi, dhe shkëmbi u trondit. I dërguari Allahut i tha: "Qetësohu, se mbi ty po qëndron një profet, një njeri i sinqert dhe dëshmor." Jo vetëm kaq, por një mal i tërë, si tregon Anas ibn Malik, që i dërguari Allahut u ngjit në malin Uhud, që është në Medinën e profetit Muhammed, bashkë me Ebu Bekrin, Omerin dhe Uthmanin. Mali u trondit dhe i dërguari Allahut e qelloi me këmbë dhe i tha: "Qëndro Uhud, se mbi ty nuk është tjetër kush, vetëm një profet, një i sinqert e dy dëshmor." Mali i Uhudit e do besimtarin që i mbidet Allahut dhe të dërguarit. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wasallam ka thënë: "Uhudi është mal që na doni dhe ne e duam atë." Transmeton Imam Bukhari, Allahu më shëroft. Imam an-Nawawi thot: "Kjo dashuri e malit Uhud për ne është reale. Që të gjithë krijesat, përveç gjindëve dhe njerëzve, kundërshtar të Allahut, e din që Muhamedi është i dërguari i Allahut." Nga Jabir ibn Abdullah tregon se një ditë ne po ktheheshim me profetin Muhammed nga një udhtim, derisa shkuam
në një lagje të Beni Najjar, të fisit Najjar. Dhe aty pa një deve e cila sulmonte këtë që afrohej, pra, ishte e gërsuar. Njerëzit u ankuan tek profeti Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe ai I thirri deves. Dhe ajo nisi të afrohet me buzë për dhe. Pra e për ullur, derisa ul pranë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë I dërguari Allahu tha, më sillni kapistallin e saj, pasi I vuri kapistallin një dha të devën të Zotit dhe u drejtua njerëzve duke thënë: nuk ka asgjë mes qiellit e tokës të mos e di që unë jam I dërguari I Allahut, përveç kundërshtarëve të Allahut prej gjindëve dhe njerëzve. Për dietarët e fesë islame luten duke kërkuar falje çdo gjë që është në qiell dhe tokë, madje edhe peshqit në përdetra. Profeti jon Muhammed alayhi salatu selam thot, çdo gjë në qiell e në tokë kërkon falje tek Allahu për dietarin, madje edhe peshqit në ujë. Në lutjen që bën besimtari kur niset për në haxh, I dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu selam ka thënë: sa herë që bën telbie një musliman bashkë me të në të djathtë e në të majt, pra bëjnë telbie, pra është lutja që thuhet në haxh, lebejk Allahumma lebejk, të përgjigjem o Allahu im, të përgjigjem. Pra këtë lutje e bën, thot, çdo gjë, pra në të djathtë dhe në të majt, qofshin gur, pemë, dheu, derisa të mbaroj toka, pra nga e djatha dhe derisa të mbaroj toka nga e majta. Për mërzinë e ndarjes me besimtarin që janë qielli edhe toka, Allahu I madhërisëm për popullin e faraonit ka thënë: "Fama bakat alayhimus sama'u wal ard wama kanu mundharin." Nuk vajtoi për ta as qielli as toka, e atyre nuk u dha as afat. Një nga dietarët e sahabeve në lidhje me këtë ajet ka thënë: kur besimtari largohet nga kjo botë dhe e lë vendin mbi të cilin falej dhe përmendte Allahun, për të vajton qielli edhe toka. Krijesat bestisen prej kundërshtarëve të Allahut, dhe kur ata vdesin, krijesat rehatohen. I dërguari Allahut kaloi pranë një xhenazeje dhe tha: ose ky ka rënë rehat tani, ose të tjerët kanë rënë rehat prej tij. Pra fjala u rehatua për zekurin nuk është për cilin do. Të pranishmit thanë: o I dërguari I Allahut, a ka kështu domthon? I rehatuar e të rehatuar prej tij? Ai tha: besimtari rehatohet nga mundimet dhe lodhjet e dynjas, duke shkuar drejt mëshirës së Allahut, ndërsa njeriu I keq prej tij bien rehat vendet, pra toka, njerëzit, bimët dhe kafshët. Shirku të bërit shok Allahut në adhurim është gjunahu më I madh. Sendet kur e dëgjojnë këtë gjunah të madh, tremben në shenjë madhërimi ndaj Allahut dhe padrejtësisë së madhe që bëjnë ata njerëz apo xhinë që I bën shirk Allahut, që bëjnë këtë gjunah. Allahu thot: wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Ata thonë: I gjithë mëshirshmi ka një birë. Keni thënë diçka vërtet të tmerrshme. Qiejt gati sa nuk coptohen prej kësaj fjale. Toka gati sa nuk qahet, e malet sa nuk rrëzohen të thërmuar. Një shpend I vogël foli kundër këtij gabimi kaq të madh të bijve të Ademit dhe I ftoi ato në tauhid, në njësimin e Allahut Azza wa Jall. Hud ose Pubza I tha Sulejmanit, profetit Allahut Sulejman, të cilit ishin nënshtruar shumë nga krijesat e Zotit dhe dinte edhe gjuhën e tyre edhe gjuhën e shpendëve. Në rastin e kësaj Hud thot:
wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin. Pra nuk vonoi shumë, edhe erdhi kjo pubës dhe i tha: "Kam marrë vesh diçka që ti nuk e ke ditur, dhe të kam sjell lajme të vërteta prej qytetit të Sebës. Kam parë një grua që sundonte popullin e atij qyteti. Ajo zotronte çdo gjë dhe kishte një fron madhështor. Kam parë se ajo dhe populli i saj adhuronin diellin e jo Allahun." Pra shiko, një shpend i vogël interesohet për këtë çështje kaq madhore, për këtë gabim kaq të madh që bëjnë këta njerëz. Dhe thot, djalli u paraqiste të bukura sjelljet e tyre, duke i larguar nga rruga e drejtë, prandaj nuk ishin të udhëzuar. Ata nuk i përuleshin në sejdë Allahut, i cili nxjerr gjithçka që është e fshehur në qiell e në tokë dhe di çfarë fshihni ju dhe çfarë thoni haptazi. Me lajket, sendet, bimët, kafsh, të gjithë flasin për madhështinë e Allahut dhe ai është i vetëm meritor që meriton për ata adhurohet e t'i bëhet sejdë, e kjo është më e rëndësishme për birin e Ademit që të veprojë këtë. Njeriu nëse realizon adhurimin bëhet krijesa më e nderuar tek Allahu. E nëse i përshkruan Allahut shok në adhurim, atëherë kafshët janë më të nderuara se ai. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Ulaika kal an'am bal hum adall." Thot Allahu për ato që janë mohues, pra gabimtar dhe që mohojnë të japin Allahut këtë hak të madh. Thot ata janë si kafshët, por jo, ata janë akoma më keq. Allahu thot në Kur'an: "O ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut. Në ditën e Kiametit e tërë toka do të jetë në grushtin e tij, ndërsa qiejt do të mbështillen në të djathën e tij, qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar mbi idhujt që ata i shoqërojnë adhurim. Këto ishin disa nga ajetet kuranore, apo fjalë profetike, apo ngjarje që tregojnë se si krijesat o besimtar i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall, që të gjitha pa përjashtim, përveç se të pandrejshmeve, atyre që nuk ja duan të mirën vetes së tyre prej njerëzve dhe xhinëve. Allahu na ruaj të mos jemi prej të tillëve. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pasti falënderimi në këtë hutbë të dytë besimtar, siç e dëgjuam disa nga prezantimi i këtyre argumenteve të shumta nga libri i Allahut, libri i Zotit ton dhe nga fjalët e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët pothuajse ishte shterruese, nuk ka shumë vend që ne të flasim, por thjesht për ta përforcuar, dele qartë se si ne vetëm duke hedhur një vështrim, duke hedhur shikimin ton, edhe duke medituar për një interval të shkurtër kohor në këtë krijim madhështor që na rrethon, ku çdo gjë është perfekt dhe është në ekuilibër, ku çdo gjë është madhështore, që nga grinca më e vogël deri tek krijesat, deri tek qiejt më të lartë, dhe që demonstrojnë që krijuesi i tyre i ka vendosur në rregull, me përpikmëri të lartë, dhe ato vetëm i binden Zotit dhe vetëm janë të nënshtruar ndaj Tij. Edhe si pastaj njeriu, të cilët Zoti i ka dhënë, pra e ka nderuar më shumë se këto krijesa. Madje gjitha këto krijesa, siç e ka thënë Allahu në Kur'an, i ka nënshtruar për njerëzit. Gjitha këto krijesa i ka krijuar Allahu Azza wa Jall në shërbim të njerëzve. Atëherë si nuk merr mend njeriu
Pra që Allahun Azza wa Jall këto krijesa gjitha i nënshtrohen dhe i binen atij dhe që janë në shërbim të tij, ndërsa ai tregohet kryenec me ndje madh. Dhe i duket vetja shumë i lartë, ndërkohë që s'është askush, dhe nëse ka diçka, ka disa virtyte, disa mirësi, ato ja ka thonë Zoti i tij, Allah. Kështu që nuk mbetet vetëm ti nënshtrohet, ti përulet Allahut Azza wa Jall. Allahu në bëft të tillë, adhurues të tij një të vetëm, të nënshtruar, të përulur vetëm para tij, për çdo gjë që na urdhron Allahu Azza wa Jall. Ne besimtarë sapo kemi lënë një muaj të begat, muajin e Ramazanit. Kemi agjëruar një muaj, Allahu na i pranoft agjërimin dhe veprat e mira në të, por nuk mbetet agjërimi vetëm aq. Ne tani jemi në një muaj tjetër që quhet muaj Shawwal. Pra muaji pas Ramazanit është shumë e mirë, shumë e pëlqyeshme. Pra edhe këtu gjej rastin që t'ja kujtoj ju dhe vetes time që në këto ditë, pra të këtij muaji, t'i agjërojmë dhe 6 ditë, që quhen ditë për të sjellse që i bashkangjiten agjërimit të Ramazanit. Profeti jon Muhammed në lidhje me to thot: kush e agjëron muajin e Ramazanit, pastaj e ndjek atë, duke agjëruar 6 ditë nga muaji Shawwal, është sikur të ketë agjëruar gjatë gjithë kohës. Pra, agjëron një muaj, Allahu ja shkruan sikur të kishte agjëruar 10 muaj. Pastaj agjëron dhe 6 ditë në këtë muaj, të cilët konvertohen dhe ato duke u 10 fishuar në 2 muaj të tjerë, kështu që përmbushën 12 muaj, një vit. Mos i neglizhojmë, është e pëlqyeshme që t'i agjërojmë këto 6 ditë. Nuk është kush që t'i bëjmë një herësh, por kush ka mundësi t'i bëj rresht, mund t'i bëj rresht. Kush ka mundësi t'i bëj të ndara, sipas rrethanave që ka gjithë secili dhe sipas mundësive që ka. Mund t'i agjëroj një të hënë, një tete, mund t'i agjëroj 2-3 ditë, 3-4 ditë rresht, apo një ditë po, një ditë jo, sa t'i vi më i lehtë. Por e rëndësishme është që në fund të muajit ta ketë plotësuar agjërimin e këtyre 6 ditëve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.